Allahu thot wala tattakhidhu ayati llahi huzwa. Mos i merrni për hajgare argumente dhe ajete Allahu xhallahu ala. Merrni për një më. Merrni seriozisht. Nga se çuditësh që nuk përgjigjet. Çuditësh. Çuditësh që lut 100 herë s'ka kurrë. Ki mu çuditë që ndodh. Për më të kallëzuar se kjo punë për një më. Wallahi çuditësh që gjun xhenem. Mania s'ka shku çush, ama çuditësh apo. Ki mu çudit për njerëz që kemi i pa që shkojnë gjë. Ki mu çudit. Nga se pejgamberi sa më ka mu çudit për ta aftë. A ka ndodhur tek hadithi Haudit? Hadithi Haudit, ai burimi që ka pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e që vinë ummeti i tij me pi ujtaj. Do njerëz i thotë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Ninja këta njerëz, tu ardhin." Pengesa. Me lagët jo jashtë. Jo s'm pini ujë këta. Muhamedi sallallahu alajhi wasallam thotë ummeti jam i elshon. Ti zin që kanë bukta mas të jepën. Ti zin që kanë prishta, që kanë flista mas të jepën. Ti zin. Ti e dek, ti e shku, qatë ti që kanë bukta. Andaj, pejgamberin çuditën, që nuk ta punolën, që kjo çuditë është. Andaj mos ja le asnjë gjë befasive atë. Po puno angazhou. Që ata selefi pse kanë pas frikë shumë, pse kanë angazhuar shumë, pse i kanë, ata s'kan dashur me lën kur shkove rastisht helbet mos me xhenet. Rastisht, ja s'ka rastisht. Në heret nuk shkohet rastisht. Në heret nuk shkohet tu kalkulu me lotëria me kock. Atë shkohet stopën. Bën punë, angazhou lodhësh e ki apo. Ama ja ke lënë rastisht mund shumë keq me fortun xhenem, befasosh. Mos e le asnjë gjë rastisht. Andaj që ata ishin ata, haju tut llarifi, thotë unë tutna. Ti tre unë tutna. Selefi sahabët me gjithë punë, thotë unë tutna. Omeri radiallahu anhu me çfarë angazhim, me çfarë shqetësim, me çfarë sakrificë, me çfarë ka thonë, ma mirë më sharë hiç vëlla, ma mirë hiç më s'pajim përojmë. Po që ti ke mësu shumë, ke mësu, Allah e ku mësu balë, po veç, ma mirë më hiç më s'me komparim, ma mirë shkon. O tutë Allah se, aty tani, fillojnë do sene mu tjerë, çuditësh apo. Fillojnë me dalë do sene që çuditësh apo. Nga se na nuk i ngjëm me ditë, na fatkeqësisht ngjëm me dekada. Apo para lufte kanë zgjat dekadën. Para lufte dhe pas lufte, po që janë 15 vjet Allahut. 15 vjet. Andaj llogarit ndryshe. Qysh llogarit Allah xhallahu ala? Faman ya'mal mithqala dharratin khayran yara. Kush bën sa një grimca e vogël që nuk shihet nga e mira, ka më e pa. Edhe kush bën sa një grimcë e keqe ka më e pa. Fia e flokut është ma shumë se grimca apo. I ka 100 grimca apo. Apo një shikim i caktuar i ka ma shumë se një grimca apo. Ka shumë. Një fjalë pa kujdesshme ma shumë se një grimca apo. Allahu po thotë kena me gjyku me grimca, çfarë kena me mat apo, me grimca. Jo me tonelata. Ato njerëz kujtojnë se ajo peshorja e mulkem me ton është. Apo duhet bagi kaç me vë me shumë pak me lëviz apo. Allahu nuk po thotë që është me ton, as me kilogram. Po thot me grimca të atomit, qaq është, peshorja e sakt, me që të kimu matë. Prandaj, kushtoj vëmendje dhe rëndësi kësaj pune, përmirëso gjendjen tënde dhe ruaju nga ajo që të pengon me u lidh me Allahun xhallahu ala, të pengon me u pranu lutjet tek Allahu xhallahu ala. Mund të jetë një kafshat e thjesht, mund të jetë një shikim i thjesht, mund të jetë një fitim i thjesht, si ke kushtuar vëmendjen. Ke menuar se takon, nuk të ka taku. Kujdes edhe ruaju. Kujdes edhe ruaj mund të jetë vallahi pengesë e madhe që Allahu më pranon adhurimet e tua.